Ky është Eden Loci, vetëm 9 vjeç, i cili është viral në rrjetet sociale pas interpretimit të këngës së Ilir Shaqirit Udhët e mia. Nga do që të shkoj njëri pa that, ëndra pra dhe nuk më lënë e hat, zjojnë ata zjojnë dhe si kur e din, zemra ime më thot, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë, do kthehem në Prishtinë. Ky vogëlush ka një pasion të jashtëzakonshëm për muzikën dhe ëndrën që një ditë të bëhet këngëtar i madh ndërkombëtar. Unë nuk do të ndaloj që të punoj nga këngëtar, deri kur të më shfaqet fotoja ime në New York, te pallatet. Kjo është dëshira jote? Po. Ashtu? Dhe unë jam shumë e sigurt që ti do ta arrish këtë. Eden thot se i ngjan mamas, e cila gjithashtu këndon, dhe se pikërisht duke e dëgjuar atë, i ka lindur dëshira për muzikën. Mua më pasioni me lindi duke dëgjuar mamin nëpër studio, edhe thash, edhe unë mund të bëhem këngëtar dhe do ta bëj. Thot se ëndrat nuk do t'i lërë kur pas, derisa të bëhet i famshëm. Së shpejti do të vinë një klip i ri që ju do të kënaqeni gjithë. Kush të mbështet kaq shumë? Mua më mbështet familja ime. Mesazhi i tij është i qartë, besoni tek vetja, mos i lini ëndrat pas dhe punoni fort për t'i realizuar ato. Gjithmonë besoni tek vetja dhe asnjëherë mos i lëni ëndrat mbrapa, sepse ato të ngrihen lart. Përveç talentit të tij, Eden është një shembull frymëzimi, ku thot se të gjithë fëmijët me pasion, durim dhe besim, ëndrat mund t'i bëjnë realitet. Baby, you found